Horoskopi ditor, 10 prill. Momentet që mund të ndikojnë planet. Ka ditë kur gjithçka duket e zakonshme dhe ka ditë kur disa momente të vogla mund të ndryshojnë mënyrën se si zhvillohet dita. Astrologjia sugjeron se 10 prilli mund të jetë një nga ato ditë ku disa sinjale të vogla mund të kenë më shumë rëndësi nga sa duket në fillim. Një bisedë që ndodh papritur, një ide që lind në momentin e duhur ose një situatë që kërkon pak më shumë reflektim mund të ndikojnë në mënyrën se si shohim planet tona përpara. Ndonjëherë janë pikërisht këto detaje të vogla që ndryshojnë ritmin e një dite të tërë. Nëse je i vëmendshëm ndaj situatave që shfaqen dhe ndaj intuitës tënde, mund të kuptosh se disa momente gjatë kësaj dite mund të kenë më shumë kuptim nga sa dukeshin në fillim. Dashi. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të reflektosh për disa plane që lidhen me të ardhmen e afërt. Një situatë e papritur mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra kanë nevojë për më shumë qartësi përpara se të vazhdosh përpara. Një bisedë ose një ide që lind gjatë ditës mund të ndikojë në mënyrën se si e sheh një projekt ose një plan personal. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar situatat me qetësi dhe për të mos marrë vendime të nxituara. Nëse i kushton vëmendje intuitës dhe detajeve që shfaqen gjatë ditës, mund të kuptosh se disa sinjale të vogla mund të ndihmojnë të marrësh një drejtim më të qartë për hapat që vijnë. Demi. Stabiliteti dhe qartësia mund të bëhen më të rëndësishme në mënyrën se si e sheh këtë ditë. Një situatë që lidhet me përgjegjësitë e përditshme mund të bëjë të reflektosh për mënyrën se si po organizon kohën dhe energjinë tënde. Energjia astrologjike sugjeron se është një moment i mirë për të analizuar disa plane që lidhen me stabilitetin personal ose profesional. Një bisedë e qetë me një person të besuar mund të japë një këndvështrim të ri për një situatë që ka qenë e paqartë. Nëse vepron me qetësi dhe reflektim, mund të kuptosh se disa zgjedhje të vogla gjatë kësaj dite mund të krijojnë më shumë siguri në planet e tua përpara. Binjakët. Komunikimi mund të luajë rol të rëndësishëm gjatë kësaj dite. Një mesazh ose një bisedë e papritur mund të bëjë të shohësh një situatë nga një perspektivë tjetër. Astrologjia sugjeron se disa informacione që arrin gjatë ditës mund të ndihmojnë të kuptosh më mirë një plan që ke në mendje. Një ide e re ose një sugjerim nga një person që të njeh mirë mund të hapë një perspektivë që nuk e kishe menduar më parë. Nëse je i hapur ndaj komunikimit dhe nuk e injoron këtë moment reflektimi, mund të kuptosh se disa sinjale të vogla mund të ndikojnë në mënyrën se si zhvillohet dita. Gaforja. Ndjeshmëria dhe intuita mund të jenë më të forta gjatë kësaj dite. Një situatë që lidhet me një person të afërt mund të bëjë të reflektosh për mënyrën se si po i shikon disa marrëdhënie. Energjia astrologjike sugjeron se një bisedë e sinqertë mund të krijojë më shumë qartësi në një situatë që ka qenë e paqartë kohët e fundit. Ndonjëherë një moment reflektimi mund të ndihmojë për të kuptuar më mirë ndjenjat dhe prioritetet personale. Nëse i kushton vëmendje intuitës dhe nuk nxitohesh në reagime, mund të kuptosh se disa sinjale të vogla mund të ndikojnë në mënyrën se si e përjeton këtë ditë. Luani. Ambicia dhe dëshira për të bërë progres mund të jenë më të forta gjatë kësaj dite. Një situatë që lidhet me një projekt personal ose profesional mund të bëjë të mendosh për një strategji të re. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për të analizuar disa mundësi që lidhen me zhvillimin personal. Një sugjerim ose një ide e re mund të ndihmojë të shohësh një perspektivë që nuk e kishe konsideruar më parë. Nëse vepron me besim dhe reflektim, mund të kuptosh se disa sinjale të vogla gjatë ditës mund të ndikojnë në mënyrën se si zhvillohen planet e tua. Virgjëresha. Energjia e kësaj dite mund të shtyjë të reflektosh për mënyrën se si po organizon disa plane që lidhen me të ardhmen. Një situatë e vogël mund të bëjë të kuptosh se disa detaje kanë më shumë rëndësi se sa dukeshin në fillim. Astrologjia sugjeron se është moment i mirë për analizë dhe qartësi në vendime.
Një bisedë me një person që të njeh mirë mund të ndihmojë të shohësh një zgjidhje më praktike për një situatë që të ka shqetësuar. Nëse i kushton vëmendje detajeve dhe nuk nxitohesh në vendime, mund të kuptosh se disa sinjale të vogla mund të ndihmojnë për të krijuar më shumë stabilitet në planet e tua. Peshorja. Kjo ditë mund të të vendosë përballë një momenti ku balanca dhe qartësia në marrëdhënie bëhen më të rëndësishme. Një situatë që lidhet me një person të afërt mund të kërkojë një qasje më të qetë dhe më të matur. Energjia astrologjike sugjeron se një bisedë e hapur mund të ndihmojë për të krijuar më shumë qartësi në një situatë që ka qenë e paqartë. Një moment reflektimi mund të bëjë të kuptosh se disa gjëra kanë nevojë për më shumë durim përpara se të marrin drejtimin e duhur. Nëse ruan qetësinë dhe dëgjon intuitën, mund të arrish një ekuilibër më të mirë në vendimet që merr. Akrepi. Intuita mund të jetë më e fortë gjatë kësaj dite dhe mund të ndihmojë për të kuptuar disa situata më thellë. Një moment reflektimi mund të bëjë të kuptosh se disa zgjedhje kërkojnë më shumë qartësi përpara se të vazhdosh përpara. Astrologjia sugjeron se është momenti mirë për të analizuar disa plane që lidhen me të ardhmen. Një informacion ose një ide e re mund të ndihmojë të shohësh një mundësi që nuk e kishe konsideruar më parë. Nëse i beson intuitës dhe analizës së qetë, mund të kuptosh se disa sinjale të vogla mund të ndikojnë në mënyrën se si zhvillohet dita. Shigjetari. Energjia e kësaj dite mund të sjellë dëshirën për të parë përpara dhe për të menduar për mundësi të reja. Një situatë që lidhet me një projekt ose një ide personale mund të bëjë të reflektosh për drejtimin që dëshiron të marrësh. Astrologjia sugjeron se optimizmi dhe mendimi strategjik mund të ndihmojnë për të parë më qartë disa mundësi që shfaqen gjatë ditës. Një bisedë me një person që ka përvojë në një fushë të caktuar mund të japë një perspektivë të re për një plan që ke në mendje. Nëse vepron me qetësi dhe reflektim, mund të kuptosh se disa sinjale të vogla mund të ndikojnë në mënyrën se si zhvillohen planet e tua. Britsjapi. Kjo ditë mund të sjellë një moment reflektimi për disa përgjegjësi ose plane që kërkojnë më shumë fokus. Një situatë që lidhet me punën ose me një projekt personal mund të bëjë të mendosh për një mënyrë më të organizuar për të arritur objektivat e tua. Astrologjia sugjeron se është momenti mirë për të analizuar disa zgjedhje që lidhen me stabilitetin dhe progresin. Një këshill nga një person me përvojë mund të ndihmojë të kuptosh një detaj që mund të bëjë diferencën. Nëse vepron me disiplinë dhe qartësi, mund të krijosh një bazë më të fortë për planet e tua. Ujori. Ide të reja dhe perspektiva të ndryshme mund të shfaqen gjatë kësaj dite. Një situatë e papritur mund të bëjë të mendosh për një mënyrë tjetër për të arritur një qëllim që ke në mendje. Astrologjia sugjeron se kreativiteti dhe reflektimi mbi mundësitë që shfaqen gjatë ditës mund të ndihmojnë për të krijuar ide të reja. Një bisedë ose një sugjerim i papritur mund të ndihmojë të shohësh një drejtim që nuk e kishe menduar më parë. Nëse i kushton vëmendje këtyre momenteve, mund të kuptosh se disa sinjale të vogla mund të ndikojnë në mënyrën se si zhvillohet dita. Peshqit. Energjia e kësaj dite mund të bëjë më të ndjeshëm ndaj intuitës dhe ndjenjave që të udhëheqin në vendime. Një situatë që lidhet me një person të afërt ose me një plan personal mund të kërkojë më shumë reflektim. Astrologjia sugjeron se është një moment i mirë për të dëgjuar zërin e brendshëm dhe për të mos marrë vendime të nxituara. Një moment qetësie mund të ndihmojë për të kuptuar më mirë se cili drejtim është më i përshtatshëm. Nëse i beson intuitës dhe analizës së qetë, mund të kuptosh se disa sinjale të vogla mund të ndikojnë në mënyrën se si zhvillohet kjo ditë. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe na thuaj mendimin tënd. Për këtë video, shkruaj në koment fjalën sinjal nëse mendon se kjo ditë mund të sjellë një moment të rëndësishëm për ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin.
zëri i universit dhe aktivizo njoftimin. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.